بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله عز وجل falenderojmë falën dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, Allahu t'i jemi falendërues që na ka udhëzuar në Islam dhe pashtu na ka udhëzuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe na ka ndriçuar rrugën drejt kënaqësisë së tij. Dhe nuk ka begati më të madhe se Allahu fuqiplot dikujt me ia bë të qartë rrugën e drejtë, as-sirat al-mustaqim. Ajo rrugë është rruga e pejgamberëve. Sirat alladhina an'ama Allahu alejhim, rruga atyre që Allahu i ka begatu, me an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin, me pejgamberët, siddiqët, shahidët dhe njerëzit e mbarë. E kjo është begatia më e madhe që mundet një rob me e përfitu, sepse pa marrë parasysh në çfarë mëkatësh mundet me qenë robi, përderisa e din që është duke bë gabim, është duke bë mëkat, atëherë Allahu Azza wa Jalla ja ka lënë derën e pendimit të hapur. Ndërsa në momentin që i hyn rrugës tjetër, jo rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai mendon që është duke bë mirë dhe mendon se është duke ecë në rrugën e duhur, dhe shejtani ja turbullon në vazhdimsi rrugën e tij dhe asnjëherë nuk mendon të pendohet nga ajo që është duke e bë. Prandaj edhe është me rëndësi që me kuptu realitetin e kësaj begatie, nëse robi është në sunnet, është në rrugën e sahabeve, edhe pse ka pak vepra, edhe pse ndoshta ka mëkate, megjithatë derën e pendimit e ka hapur sepse e kupton që është duke bë gabim. A dikush që tham, nëse është në rrugën e gabuar, pa marrë parasysh se çka punon, pa marrë parasysh sa ibadetin e bën, pa marrë parasysh sa pak mëkate që ka, megjithatë krejt këtë punë e ka në rrugën e gabuar. Ajo që është e rëndësishme për çdo rob, për çdo musliman, është që me qenë në rrugën e duhur. Ajo është vetëm një, nuk ka as të dytë, as të tretë. Është rruga e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi fillu në këtë rrugtim me sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tash 138 takime. Ky është takimi i 138, sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka qenë një rrugtim i këndshëm, një rrugtim i mbushur për plot mësime, për plot dobi të ndryshme, një rrugtim që robi besimtari me mall i rikthehet sërish me e lexu këtë sire, me e lexu këtë biografi të ndershme dhe madhështore. Po ja që çdo gjë në dynja e ka fundin e saj. Edhe elhamdulillah që ka fundin e saj çdo gjë në këtë dynja, sepse dynjaja është e ulët dhe e poshtër dhe mallkuar. E elhamdulillah që Allah Azza wa Jall nuk e ka bë të përjetshme, por të përjetshme e ka bë xhennetin. Allahu na mundsoft me qenë banor të atij vendi. Dhe në takimin e fundit
e kemi përmend natën e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si në ato dhimbje që ishtë në fund të jetës së tij, megjithatë i shkojnë ndërmend lidhja e tij me Allahun azza wa jall dhe i shkojnë ndërmend ajo sadopak pasuri që i kishmet në shtëpinë e vet. I tha Aishës radhiyallahu ta'ala anha, çka u bë puna me atëfar arën që e kena pas në shtëpi, dhe shkoi Aisha radhiyallahu ta'ala anha i muri ata pak dirhem ose dinar që ishin në shtëpinë e saj dhe i tregoi, tha janë kaq e kaq, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi, tha jepi edhe këto. Ata ishin, do thot, pasuria e fundit e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, edhe atë e dha, e shpërndau pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në momentin dhe ditën kur takohet me Allahun fuqiplot të mos ketë asgjë prej dunjas, por prej saj të marrë vetëm veprat e tij dhe të mos i mbetet asgjë në e kësaj dunjaje. Atë natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju shtuan dhimbt dhe e kaloi natën sikur thuja si njeriu që vuan në momentet e fundit të jetës së tij. Mirëpo kur lindi agimi dhe muslimant u tubuan për me fal namazin e sabahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ni pak më mirë, pak më kfjallt, dhe kjo ja mundsoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me e lëshu shikimin e tij të lamtumirës. Dhe përshkruan këtë Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, thot, në natën e të hanës, thot, atë mëngjes, përderisa thot ishim në namazin e sabahut, të renditur në safa, pra për ta falë sabahun, e përshkroi një pamje mallëngjyese, një pamje madhështore, që vërtet, domethënë, ka qenë e vështirë për zemrat e sahabeve me përjetu këtë pamje. Dhe thot Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u çu edhe shkoi tek dera e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e shploi perdën dhe filloi me na shiku. Do thot, i shqun kom pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe filloi me na shiku. Dhe sahabët nuk kanë arrit me përmbajt vetën e tyre vetëse mi drejtu shikimet ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, i shbo sikur se flet mushafi. Fytyra ati shëndriste sikur se flet mushafi. Thot, pastaj kur na pa në këtë gjendje të tubuar rreth një njeriu, të përgatitur për me fal namazin, për me nënshtru Allahut azza wa jall, thot, buzëqeshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, vetësa nuk e ndërpretëm namazin, na bëni fitne ajo buzëqeshi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që shumë prej neve menum që u shëru pejgamberi alayhis salam dhe do të vjen, do të na bashkangjitet në namaz. Madje edhe Abu Bekri deshti që pra të ecë mbrapa në saf dhe t'ja liroj vendin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke menduar që po vjen pejgamberi alayhis salam ja fal namazin. Mirë po, pejgamberi alayhis salam na boni me dorë, na boni me shenjë që përfundone, plotësone namazin e juaj.
edhe e lëshoi perden. Dhe thot, kjo ish buzëqeshja e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne e kemi pa dhe e kemi përjetu. Dhe ish shikimi i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në safat e sahabëve. Sikur deshti pejgamberi alaihi salam që në ditën e fundit me pa atëfar produktin e punës së tij, me i pa domethënë ata burra që i nxori daveti i tij për që a bëni pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 23 vite. Produkti i tij ishin burrat si Abu Bekri, Omeri radhiyallahu ta'ala anhuma, Omeri, pra Uthmani, Aliu, Zuberi, Enesi, Ebu Hurera, kështu me radhë, burra të mëdhaj, të cilët bën kthesa në historinë e njerëzimit. Dhe kjo vërtet domethënë ka qenë një sfidë për sahabët radhiyallahu ta'ala anhum. Edhe nuk ka dikush që është sprovu mas rëndi se sahabët me këtë sprovë të asaj dite. S'mundet me thënë kërkush që u sprovu mas shumëti se sahabët atë ditë. Edhe vërtet Allah azza wa jalla ka zgjedhur ata njerëz për me qenë për krahës të këtij pejgamberi dhe u ka forcu zemrat e tënve. Se për 23 vite me radhë me qenë afër këtij burri të madh, me qenë afër vulës e pejgamberëve, afër njerit më të dashur të Allahut, me vite, me përjetu daljet e tij, hyrjet e tij, sfidat me ta, sa lëndimi, sa pikëllimi, sa gëzimi, sa fitoria, edhe në fund erdhi dita e fundit. Dhe thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, thot atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha dhe një fjalë. Tha ayyuha an-nas innahu lam yabqa min mubashirat an-nubuwwati illa ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslim aw tura lahu. Thot o ju njerëz, nuk ka mbet prej pejgamberisë asgjë përveç se ëndrat e mira përgëzuese të cilat mund t'i shohën ndonjë besimtar ose ja mundson Allah azza wa jall t'i sheh. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Tha dini se unë jam ndaluar që të këndoj Kur'an në sejdë dhe në ruku. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-Rabb azza wa jall. Sa i përket rukus, në ta madhrone, bënë ta'zim Allahun fuqiplot. Pra thoni subhana rabbi al-azim. Wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Thot ndërsa sejdët, thot përpiquni dhe jepni mund të madh për të bërë lutje në sejdë, sepse mundësia për të pranu është shumë e madhe. Dhe atë ditë pra apan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ashtu të kthjellur dhe pak më mirë, dhe doli Aliu radhiyallahu ta'ala anhu prej shtëpisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra gjatë paraditës, dhe njerëzit veç e prishin në i farë lajmi se çka po ndodh me pejgamberin alaihi salam, dhe e pyetën ja Abul Hasan kayfa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O Abul Hasan, çush është gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ai u tha asbaha bihamdillahi bari'an fansarifu ila manazilikum wa hawaijikum mustabshirin. Tha pejgamberi alaihi salam është mirë, fal Allahut fuqiplot. Është mirë, është shëru. Andaj tha shkoni, shpërndajuni, shkoni në për shtëpitë e juja, në punët e juja, të përgëzuar. Mos e bani gajlen. Mirë po ishte një person nga radhët e familjes së Banu Hashimëve, i cili evretit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e gjelin në fundin e jetës së tij, Abbasi Haxha i vet,
tregon, thot atë ditë, domthon kur I tha Aliu radiallahu ta'ala anhu këtë fjalë, e kapi për dorë Abbasi edhe I tha Aliut, ente wallahi ba'de thalathin abdul asa. Tha pasha Allahun, pas 3 dite, tha ti ke më kon abdul asa, robi I shkopit. Nja ka përdor një farë metafore që me aludu në vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se mas 3 ditë ty ka më të grahë dikush tjetër, jo dikush I familjes tënde. Wa inni wallahi la ara Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sawfa yatawaffa min waj'i hadha. Inni la a'rifu wujuha bani Abdul Muttalib 'inda al-maut. Tha se pasha Allahun, thon po mendoj që I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam do të vdes në këtë smundje, sepse I njoh mirë fytyrat e familjes së Abdul Muttalibit kur janë para dekës. Do thotë Abbasi ka qenë I vjetër edhe ka pas përvojë me familjen e Abdul Muttalibit, pra gjyshit të vet ose babës së vet. Dhe thotë unë I njoh fytyrat e tënve. Pastaj I tha, idhhab bina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falanas'alahu fi man hadha al-amr. Hajde thot shkojmë te pejgamberi alayhi salam dhe ta pyesim që kjo punë udhëheqësia e këtij ummeti te kush do të kaloj pastaj. Thot nëse është tek ne, tek familja jon, atëherë ne do ta dim. E nëse është tek dikush tjetër, apet do ta dim dhe neve do të na lënë vasijet. Mirë po Aliu radiallahu ta'ala anhu I tha, inna wallahi la in sa'alnaha Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam famana'naha la yu'tiyanaha an-nasu ba'dahu. Wa inni wallahi la as'aluha Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Tha pasha Allahun, nëse shkojmë na ja kërkojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më na dhënë udhëheqësinë mas vdekjes tij, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na jep, atëherë mo kur njerëzit nuk kanë më na dhënë. E thonë nuk shkojmë këto momente pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ja kërku këtë gjë. Kur e pa Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish mëngjesi shqu ma mirë, shkoj dhe I kërkoj leje, I tha ja Nabi Allah, inni arake qad asbahte bi ni'metin min Allahi wa fadl kema nuhib. O I dërguari Allahut, po shoh që on mëngjes je qu me shëndet mirë edhe në gjendje të mirë, çysh po kena qef më të pa. Wal yawmu binti Kharijata afa atiha. Tha sot është dita e të bijes së Kharijes. Tha a më shku në shtëpinë e saj? Do thotë ka qenë gruaja e dytë e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, të cilën vonë ka martu, domethënë mas fundmi, dhe I kërkoi leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më shku në shtëpinë e saj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I dha leje, I tha po. Dhe shkoi Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa në anën tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke u ditë që ish dita e fundit, ai përmirësim ish I shkurtër. Në ajo fjellje e gjendjes që I ndodhi, ish I shkurtër, deshti Allahu azza wa jall që muslimanët mi liru, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shku I qetë. Dhe kur u kthy, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sërish në shtëpinë e Aishës, filluan sërish dhimbje të mëdha dhe u shtri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe vendosi kokën e tij në prehrin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha dhe e kapën dhimbje të mëdha, saqë aty ishte domethënë Fatimia kur I niti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ato dhimbje. Kur e pa ju dhimbje pejgamberi alayhi salam, baba I vetë, dhe tha wa karba abatah, tha çfarë për dhimbje të babës tam. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha Fatimës, tha la karba ala abiki ba'da al-yawm, tha nuk ka më pas dhimbje baba jot mas sotit.
innehu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahada wal muwafatu yawm al qiyamah. Tha babës tëndi ka ardhë sot ajo që nuk ka me lënë askënd pa prek, pra vdekja. Dhe tha takimi do t'jetë në ditën e Kiametit. Dhe vazhdon me ju shtu dhimbje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë paradite, derisa do thot filloi pejgamberi alaihi salam me një erën e atij helmit që pat përbi domethënë në ditën e Khajberit. Në ditën e Khajberit që kena shpjegu kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ushtroi një gosti, me thënë kushtimisht, prej një jahudike e cila e kish helmu mishin e delës dhe bashkë në atë pjesën që kish me hangër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kish helmu mas shumti. Dhe njëri prej sahabive hangër e vdiq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kafshoi, do thot copën e mishit, pastaj mishi i foli që mos me vazhdu. Mirë po, helmi depërtoi në trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pas asaj dite transmetohet domosdoshmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bante her pas here kur e ninte këtë farë ndjenjen e atij helmit, bante hijame për me pastru gjakun e tij. Dhe atë mëngjes pra në ditën e han pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi me një erën e këtij helmi, i cili me lejen e Allahut e kreu efektin e tij dhe arriti me kput atë farë damarin kryesor të zemrës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, thot pejgamberi alaihi wasallam, do thot në dhimbje të vdekjes ashtu, më thojke ja Aisha, ma azalu ajidu alama at-ta'ami alladhi akaltu bi Khaybar. Oj Aisha, po hala peni atëfar dhimbjen e ushqimit që kum hangër në Khaybar. Fa hadha awanu wajadtu inqita'a abhuri min dhalika as-sum. E thot tash çto momente po ndjej që ma kputi damarin ai helm. Transmetohet po ashtu edhe prej Mubashir, e cila i biri i saj kish vdek, domethënë nga ky helm, thot atë ditë thot pata shku me vizitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i thash bi abi wa ummi ya rasul Allah, ma tattahimu bi nafsik, fa inni la attahimu illa at-ta'am alladhi akala ma'aka bi Khaybar. Tha kurban të bofsha me babë e nano i dërguar i Allahut, çka hit po ja le fajin, domethënë për këtë dhimbje që pinin. Tha sepse une nuk po ja lë fajin vetëse atij ushqimit që ka hangër djali jam bashkë me ty në ditën e Khajberit. Pra ka qenë Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur radiallahu ta'ala anhu. Dhe pejgamberi alayhis salam i tha: "Wa ana la attahimu ghayrahu. Hadha awan inqita'i abhuri." Tha edhe une do thot nuk po ja lë fajin diçka tjetër. Don fajin e ka çaj helm, tash po e ndjej domethënë që e bani e kryti efektin e tij dhe ma kputi damarin domethënë që quhet abhur. Dhe me këtë deshi Allah azza wa jall që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ja bashku dy të mira, edhe mirësinë e pejgamberisë, edhe dihet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë nebi, ai ka qenë edhe siddiq në veti. Edhe për Salih mos të flasëm, po deshte me ja bashku edhe mirësinë e një shkallë tjetër të njerëzve të mbar, shahidllëkun, që me vdek Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në gjendjen shahid. Dhe thot Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, li an ahlifa billahi tis'an anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qutila qatlan ahabbu ilayya min ahlifa wahidatan, wa dhalika bi anna Allah azza wa jall ittakhadhahu nabiyyan wa ja'alahu shahida. Tha që të betohem se pejgamberi që të betohem 9 herë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek
i vrarë, pra, është vrarë, tha është ma e dashur e ma mirë për mu se sa mu betu vesh njëherë. Dhët e shprehin një formë këmbguljeje që ishin të sigurt sahabët Abdullah ibn Mas'udi që gjendja që ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam llogaritet vrasje. Dhe kjo tha për shkak se Allahu po do që të njeri që e ka zgjedh për pejgamber me bo edhe shahid. Me bo edhe shahid. Dhe do të shohim këtu atëfar ndjelakeqen e popullit të fleq të jehudëve të cilët u bonën sebep edhe për vrasjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilët e kanë pas tradit me i vra pejgambert e Allahut, qysh kanë vepru të kaluarën, e deshte në Resulullahin ton sallallahu alaihi wasallam me vra në ditën e Khajberit, por Allahu deshti që ai helm mos me kry punën e tij atë ditëve me zgjatë me vite, derisa në ditën e hanë të vitit të 11, pra të muajit të Rabi'in al-Awwal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë sebeb ai helm që më ndroi jetë. Dhe thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot ato momente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish i pështetur në gjoksin tim dhe hynë në dhom Abdurrahman ibn Abu Bakr, vllai i Aishës, e kish pas një misvak në dorë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e shikonte misvakin dhe kuptova që po ka dëshirë me përdor misvakun. Dhe e mora dhe i thash a khudhuhu lek, ata marr ta jap, ma bëni me kry po. Pastaj e mora dhe e pash që misvaki është i fortë, thash ata zbus, tha po, edhe ja zbuta, do thot e kafshova me dhamë dhe ja zbuta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam misvakun, edhe ja dhash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e përdori misvakun e tij dhe thot nuk e kum pa ndonjëherë ta përdorim më bukur misvakun pra se sa atë ditë. Dhe sikur se ishte domethënë një përgatitje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të takohet me Rabbul Alamin, me Zotin e botrave, Allahun azza wa jall, i cili kish përgatit një pritje të madhe për këtë burr të madh. Dhe donte pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam të takohet me Allahun fuqiplot me erë të mirë. Dhe kjo domethënë ish thuja vepra e fundit që e bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë dunja. Thotë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ja afrum pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afër një enë, si një legen me ujë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shtinte durt në ujë dhe e fërkonte fytyrën e tij her pas here dhe thoshte la ilaha illa Allah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illa Allah, me të vërtetë vdekja pas ka dhimbje disa herë. Dhe pastaj thotë pash të e çu dorën për pjetët duke thënë fir rafiqil a'la, në shoqërinë e lartë. Dhe tha me alladhina an'ama Allahu alejhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pra me ata të cilët i ka begatu Allahu prej pejgamberve, sidikave, shahidëve dhe njerëzve të mbarë, sa shoqërues të mirë janë ata. Dhe thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e kuptova që ish momenti kur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam meleku po ja jepte zgjedhjen e tij të fundit, pra mundsinë për me zgjedh. Për me zgjedh, apo don me vazhdu në këtë dunja, apo po don shoqërimin me shoqëruesin e lartë, pra me Allahun azza wa jall. Edhe kuptova që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po zgjedh shoqërimin me Allahun azza wa jall. Dhe thoshte Allahumma ighfirli waj'alni ma'a ar-rafiqil a'la, o Allah falem edhe qom tek shoqëria e lartë.
Allah falem dhe çom tek shoqëria e lartë. Dhe thot Aisha radiallahu ta'ala anha, edhe i ra dora pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu i pështetur në gjoksin tim, i ra dora pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tokë. Dhe thot unë nuk e mora vesh, menojshë që ndoshta veç i ka ra të fikt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas pak çastesh thot kur shikova e pash që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç kishte ndru jetë. E pash që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kishte ndru jetë mes gjoksit dhe prahrit tim. U ndan nga kjo dunja, u ndan nga kjo botë shpirti më i pastër që ka ekzistuar ndonjëherë. U ndan njeriu të cilin Allahu azza wa jall e deshti mas shumëtin këtë dunja. Dhe shkoj në shoqërim me Allahun fuqiplot. Në këto ishin momentet e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot Aisha radiallahu ta'ala anha, veç e nita frimarjen e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ktheu kokën pak nga unë, edhe menova që po don më thonë diçka, edhe elshoj thot frimarjen e fundit, një frimarje të ftohtë që ndjeva në qafën time. Dhe aty thot e kuptova që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç ndroi jetë. Dhe Aisha radiallahu ta'ala anha, pra ka qenë fundit që personi fundit që ka pas kontakt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, madje këtë e ka llogarit shpesh si një begati për Allahut fuqiplot që ja ka mundsu Allahu azza wa jall me vdek pejgamberi Allahut në prehrin e saj, me kokën e vendosur në gjoksin e saj, radiallahu ta'ala anha. Dhe ajo ditë ka qenë dita ahon i 12 Rabi'in al-Awwal të vitit 11 të hijretit. Dita ahon 12 Rabi'in al-Awwal, viti i 11 i hijretit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 63 vite. Ka qenë në moshën 63 vjeçare. Vite pra me llogaritje hënore, kurse me llogaritjet gregoriane gjatë një vjeç, gjatë një pak. Pra ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në moshën 63 vjeçare. Dhe thotë Enesi radiallahu ta'ala anhu, pra që pejgamberi ka vdek në fundin e asaj dite, pra ditës së hanë. Ky lajm u përhap, do thot ja nisën me dal fjalët dhe mu përhap lajmi që vdiq Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët të cilët e kalun natën, do thot me në ethe, e kalun natën vazhdimisht në brenga, duke qëndruar në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me kuptuar dhe me kuptu gjendjen e tij në mëngjes çka po bëhet me ta, dhe kur i tha Aliu radiallahu ta'ala anhu që është më mirë, u shpërndan sahabët. Dhe tash kur ju shkoi lajmi që vdiq Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ju ra sikurse rrufe në zemrat e tyre. Për shkak të dashurisë së madhe që kishin sahabët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe erdhen shumë prej sahaba u afruan tek shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe disa prej tyre hynë domethënë në shtëpinë e Aishës dhe pyesnin kejfe yamut wa huwa shahidun alejna wa nahnu shuhada'u 'ala an-nas. Qysh ka mundësi me vdek Resulullahi ndërsa ai është dëshmitari ynë, e na jena dëshmitar për njerëzit. Qysh më na lën neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmendet dhe thot që disa besonin e disa tjerë nuk mundishin me pranu një realitet të tillë.
Dhe shkoi Omeri radiallahu ta'ala anhu bashkë me Mughira ibn Shu'ban dhe hynën pra kërkun leje në shtëpinë e Aishës. Aisha i tha hynën në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha thotë unë vendosa hijabin, pra vesha hijabin, dhe kur hyni brenda Omeri e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha wa ghashiyah ma ashad ghashya rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tha sa do thotë i paskarat fikt sa shumë për mundon kjo gjendje, pi bjen të fikt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe për mundon. I tha këtë fjalë dhe u çu Omeri. Dhe kur u afrun afër derës, Mughira ibn Shu'ba i thot: "Ya Umar, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Omer ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Omeri i kthehet i thot: "Kadhabt." Po gënjen. "Bal anta rajulun tahusuka fitna." Po gënjen, ama ti je njeri që po dush me ran fitna. Inna Rasulallahi la yamutu hatta yufni Allahu azza wa jalla al-munafiqin. S'ka me vdek Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam pa i shfaros Allahu krejt munafikat. Dhe do thot Jusul me ashpërsi Mughirës radiallahu ta'ala anhu. Dhe doli Omeri në xhami, e nxori shpatën e tij para njerëzve, edhe anisi të i kërsnu njerëzit: "La asma'u ahadan yaqul mata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa darabtuhu bis-sayf." Tha, këndo që që thot se ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kam i mshu shpatë. Dhe filloi, do thot, mi u ligjeru njerëzve në atë moment. Dhe tha: "Inna rijalan min al-munafiqin yaz'umuna anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad tuwaffi wa inna Rasulallahi wallahi ma mat." Tha, disa munafika tha këtu po pretendojnë e po thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, ama dine që pejgamberi alaihi salam nuk ka vdek. Walakinahu dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa ibn Imran. Ama ka shku tek Zoti i vet, ashtu që ka shku Musa ibn Imrani pejgamberi Allahut. Dhe ka mungu 40 ditë nga njerëzit dhe kanë mendu njerëzit që Musa alaihi salam ka vdek, e çashtu tha edhe pejgamberi jon. E tha dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mu kthy çish është kthy Musa alaihi salam, dhe kam ja pre dur të kom disa njerëzve që po pretendojnë se pejgamberi alaihi salam ka vdek. Dhe këtë fjalë të Omerit radiallahu ta'ala anhu jam shelen gojën sahabëve. Dhe mo të është gjithë metën të hutuar. Nuk ishin në gjendje me kuptu se realisht çka ka ndodhur. Omeri hyni brenda edhe duli jashtë me këtë fjalë, edhe metën s'po din çka me besu. Në ato momente vjen zotria i sahabëve. Prej shtëpisë së tij, jashtë Medinës që e ka pas, e që në mëngjesi kërkoj leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shku të shtëpia e tij dhe hyn në xhami. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, ky burr i madh, më i madh i burr pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe hyni në xhami. Dhe e pa Omerin që po ju fol njerëzve. Dhe as nuk u murr me ta. Mirë po, vazhdoi brenda në shtëpinë e Aishës, edhe drejt tek trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishi mbështjellën me një pelerin dhe një xhibbe. Ja shploi fytyrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e tha: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jemi të Allahut dhe të kaj do të kthehemi. Dhe filloi me çajt Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, dhe ju afru, e filloi me aputh ballin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha: "Bi abi anta wa ummi ya nabiy Allah, tibta hayyan wa mayyita." Kurban të bofsha me babë, nanë, i dërguar i Allahut, i mirë je koni gjallë, i mirë je edhe i vdekur. Wallahi la yajma'u Allahu alayka mawtatayn, amma al-mawtata allati kutibat alayka faqad muttaha, thumma lan tusibaka ba'daha mawtatun abada. Fa pasha Allahu nuk ti bashkon ty dy vdekje.
vdekjen që ta ka shkru, ajo vetë se të ka ardhë, edhe mas kësaj vdekje, mo nuk ka më të ardhë tjetër vdekje. Dhe e ktheu pelerinën, jam mbloj ftyrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U kthy Abu Bekri, doli në xhami. I pa njerëzit, disa prej tyre e mohonin në realitetin e vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa tjerë besonin dhe e pa Omerin që s'është ju nal të i kërcënu njerëzit. Edhe i tha Omerit, ulu. Omeri s'daj ke ul. Edhe nuk u mor me ta hiq, ju drejtu njerëzve, edhe filloj me fol. Filloj me elhamdulillah, edhe madhroj Allahun, e falenderoj Allahun, edhe si nitën fjalë zanin e Abu Bekrit, njerëzit e lanë Omerin. Edhe u kthyn gjithë ka Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe aty do më thënë, Abu Bekri e shpalosi burnin e tij, e shpalosi imanin e tij. Aty Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, veç Allahu që ka mujt me forcu këtë njeri të madh. Tash paramendoni që Abu Bekri ka qenë shok i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në vazhdimsi e ka shoqëruar. Dohën prej kur kanë qenë me thonë kushtimisht para se mi zbrit shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri ka qenë shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka besuar, ka njoft, kanë kaluar momente nga më të ndryshmet. Pastaj kur ka zbrit Islami, Abu Bekri i pari i ka besu. Abu Bekri i pari e ka përkrah. Abu Bekri e ka pas shtëpinë e tij të hapur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikur shtëpia e vet më qenë. Dhe ka shku ka 2 herë në ditë në shtëpitë e Abu Bekrit, pejgamberi alaihi salam. Dhe e ka shoqëruar do thot në hijretin e tij për gjatë rrugës dhe i ka bërë tonë ato sakrifica në ditën kur ka pas nevojë, e ka shpenzuar komplet pasurinë e tij për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abu Bekri ka qenë në vazhdimsi me pejgamberin e Allahut, nuk ka njeri që ka dashur më shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe nuk ka njeri që Abu Bekri e ka dashur më shumë. Edhe nuk është e lehtë domethënë për një njeri të tillë mu çu tash më fol njerëzve. Sigur se mu çu një nan e së cilës i vdes fëmia, edhe tash mu çu para njerëzve më ju dhon gajret të tjerëve, mos u mërzitni, mos kani. Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë pozitë më të vështirë se kaq. Sepse e ka dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa çysh nana e do fëmin e vet. Dhe aty e shfaqi burrinë e tij dhe imanin e tij Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, dhe ju tha disa fjalë sahabëve që u çeli syt. Amma ba'd. Ayyuha an-nas, këto fjalë wallahi domethën njeri mi pas menu me vite s'kish mujt mi nxjerr pe gojës tij. Veç Allahu është ai që e ka forcu Abu Bekrin në ato momente. Ayyuha an-nas, من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Tha o njerëz, kush prej juve ka qenë duke adhuru Muhamedin, dini që Muhamedi tash vdiq. E kush ka qenë duke adhuru Allahun, Allahu është i gjallë dhe ai kur nuk vdes. Dhe o lexoj ajetin kuranor, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Muhamedi nuk është vetëse pejgamber. Çka nëse ai para ti, do më thënë kanë kalu shumë pejgamber, nëse ai vdes apo vritet, a keni mu kthy ju mbrapa qysh keni qenë më herët? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Dhe ai që kthehet mbrapa qysh ka qenë më herët në gjahiljetin e tij, dini se s'ka mi bo Allahu dëm asgjë, dhe Allahu ka mi shpërbly njerëzit mirënjohës dhe falënderues. Dhe kur i dëgjun këto fjalë,
që atëherë do më thënë njerëzit u liru. Atëherë do më thënë fillun sahabët me qajt me të madhe. Se do më thënë ish fjala Abu Bekrit ish vull për ta. Që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam qadmat. Në këto momente sahabët hala kishin shpresa që mos ndoshta e kanë keq kuptu. Mos ndoshta sikur se Omeri që tha pejgamberi alayhis salam u ngrit në qiell e ka mu kthy prap. Do thotë nuk moshin me besu realitetin. Ama kur doli i dashuri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i mirë, njeriu që ka dashur më shumë, njeriu më i devotshëm dhe më i dituri. Dhe u tha këtë fjalë, atëherë nuk meti pik dyshimi. Edhe këtu do më thënë dolin në pa siddiqijetu Ebi Bekr. Se ka qenë siddiq dhe fjala e tij ka qenë vull. Dhe ato fjalë vërtet kanë qenë do më thënë madhështore me aqel syt njerëzve. Nëse ka dikush prej juve që e ka adhuru Muhamedin tash 23 vjet, dini që Muhamedi vdiq. Dini që Muhamedi vdiq edhe s'keni kon me adhuru. Ama nëse e nikon të adhuru Allahun, Allahu është i gjallë dhe kur nuk vdes. Ky është besimi i vërtet. Ky është imani i vërtet dhe lidhja e vërtet e besimtarit. Nuk lidhet besimtari për njerëz, besimtari lidhet për Allahun azza wa jall, për fjalët e tij, për librin e tij, jo për filanin e për fistekin. Nuk i la Allahu fuqiplot sahabët as me Resulullahin me u lidh. E lema me dikon tjetër. Lema mu që dikush me ngrit një në thojza gjoja se hoxh, ose sheh, ose qka do qoftaj. Allahu është hayyun la yamut. Nëse dikush është në islam për hir të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le ta lan islamin se si vynet sen. Në këtë islam ka hapësir të adhurohet vetëm një Zot, veç Allahu azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ma Muhammedun illa rasul. Muhamedi është thjesht pejgamber. Qad khalet min qablihi ar-rusul. Para ti ka pas pejgamber. Ndërsa ai që don më kthy miram mrapsht asaj që ka bëu deri tash, le t'i bjen. Ama Allahut nuk i bën dëm asgjë. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu thot, wallahi laka anna an-nas lam ya'lamu anna Allah azza wa jall anzala hadhihi al-ayata hatta talaha Abu Bakr فتلقاها الناس منه كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. Thot pasha Allahun, sikur njerëzit kur mos me pasni këtë ajet që ka zbrit Allahu azza wa jall, deri në momentin kur e lexoi Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, edhe që atëherë njerëzit u kfjallën. Thot edhe pastaj secilin për njerëzve e nisha duke e përsërit këtë ajet. E kishin harru njerëzit këtë ajet. Deri në ato momente kur jau kujtoj Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. E para 5 dite ish që ky Ebu Bekr që kur e dëgjojnë në hutbë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thonë se një robit Allahu ja ka dhënë në zgjedhje na pedon me vazhdu në dunja deri në ditën e kiametit, me gjithë pushtetin e dunjas, apo po don me shku te Allahu, mirë po ky rob e zgjodhi Allahun. Ebu Bekri filloi me çan në xhami, edhe t'i thon fedejnake bi ummahatina wa abaina ya Rasulullah. Ty të ndrojmë dhe i sakrifikojmë çdo sa në babanon për ty o i dërguari i Allahut, dhe njerëzit e kçyshin me çudi, thoshin çka ka ky plaki që po kanë. Para 5 dite. E sot Ebu Bekri, qaj Ebu Bekri melankolik, qaj Ebu Bekri me zemër të butë që Aisha tha, kur të hynë kërë namaz, s'munët munal të kajt, me lexu Kur'an në pozitën tënde ja Resulullah. Qaj Ebu Bekri i butë
dolin ato momente, ja kaloi burrin e Omerit të gjithë sahabëve që ishin aty. Ky ka qenë Abu Bekri, i edukuar drejt për drejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur i dëgjoj këto fjalë vet Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, thot fa wallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakrin talaha فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. Thot pasha Allahun, thot dejnë qatë momentin që lexoj Abu Bekri këtë ajet, thot qatëherë më këputën këmbët, më shune thot të rash për tokë, edhe qatëherë thot e kuptova që për me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka vdek. Ka qenë moment i vështirë për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka në i kujtë që mundet me arë në i sprovë ma madhe se kjo. Sprovat janë me humbje të pasurisë, sprovat janë me humbje të shëndetit, me humbje të jetës, me humbje të antarëve të familjes, ama nuk ka humbje më të madhe se me humbë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dje sahabët kur kanë pas një problem, e kanë ditë ku me shku. Dhe i dje sahabët kur kanë pas në më dyshje, ju ka vyt në zgjidhje, ju ka vyt në këshill, kanë ditë adresën, kanë shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sot ju ndërprej ajo derë, ju mbyll ajo derë. Ku me shku ta shetutje? Ku na më ju drejtu? Ku na më lyp këshill? Dhe thot Enes radhiyallahu ta'ala anhu, pra këtë thot tek ma vonë, thot lemma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina, adaa minha kull shay. Thot atë ditë kur patar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, Enesi ka qenë 10 vjeçar. Thot atë ditë kur patar në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pat ndriçu Medinja komplet. E kjo është realitet. Jeta e njerëzve në Medinë ka ndrru, ka ndryshu sanët, ka ndryshu realiteti i njerëzve kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty. I ka kap domethënë gëzimi, i ka kap lumturia pa përshkruar. E kanë jetu kështu për 10 vite me radhë. Dhe thot falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adhlama minha kull shay. E thot në ditën kur ai vdiq u tërru Medinja në çdo. Do thënë nuk ka pas moshije për sahabët. Ata sahabë që kanë me gjallë, unë nuk di që shkanë jetu. Veç që ka desht Allahu Azza wa Jall me i majtë gjallë. Se muda për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njerit më dashur, ka qenë gjatë pa përshkruar. Edhe pse ne sot mujmë me pretendu dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ama dashuria ndaj tij tregohet me punë. Dashuria ndaj tij tregohet me mbrojtjet të këtij dinit, me mbrojtjet të sunetit. Ai i cili në jetën e tij hyn suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ati ju ka ndryqu jeta sikur se që ndryqu Medinja atë ditë. Dhe ai që se ka sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij, ati ju ka ersu, ju ka tërru jeta sikur se e ka përshkru Enesi radhiyallahu ta'ala anhu në ditën kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai që s'është në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos të mendon që ka gjallë pejgamberin alayhi salam. Për to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është në listën e njerëzve të tij të dashur, nuk është në jetën e tij Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai që lëshon sunetin e tij, ai që lëshon rrugën e tij, nuk është në jetën e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Enesi, wa ma nafadna an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. A thot kur e varrosëm pejgamberi alayhi salam, hala pa I shkum dur tona pe dheut që mbulum, thot veç ja nisëm mi pa zemrat tona që s'janë në rregull. Çaq pa sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka dritë. Pa sunetin e tij nuk ka udhëzim. Pa të bamat e tij, e fjalët e tij nuk ka mirë. Çdo sen që nuk është në përputhje me rrugën dhe fjalët e tij, ajo s'quhet mirë. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, thot fama kana min khutbatihi ma min khutbatin illa nafa'a Allahu biha. Për ligjërimin që bani Omeri dhe Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhuma, thot khutbeja se cilit pejtënve ju bani dobi njerëzve. Thot laqad khawwafa Umaru an-nasa wa inna fihim lanifaqan faraddahum Allahu bidhalik. Thot fjalët e Omerit I friksuan njerëzit. Thot sepse në mesin e tyre kishte hala nifak. Dhe kjo pra Allahu I ktheu në iman me fjalët e Omerit. Thumma laqad bassara Abu Bakr an-nasa al-huda wa 'arrafahum al-haqq alladhi 'alayhim wa kharaja bihi yatlun. E thot pastaj ju foli Abu Bakri dhe ja u bani të qartë rrugën, ja u bani të qartë udhëzimin dhe të vërtetën. Dhe vazhdojnë njerëzit dolën pe xhamis duke lexuar ajetin wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. E përsërisnin këtë ajet, këtë seci vetë me veti, I humbur në vetën e tij, ty dal pe xhamis wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Çush na ka I ky ajet deri sot? Dhe mbetën sahabët pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pejgamberi alaihi salam u ndal nga kjo jetë. Ama sunneti I tij vazhdon. Sunneti I tij vazhdon deri në ditën e Kiametit. Dhe ndjekësit e sunnetit të tij janë ata të cilët Allahu azza wa jall I ka lavdëruar edhe në librin e tij. Prandaj robi duhet, nëse dikush ndjen dashuri për pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ajo dashuri mos jetë e thatë. Ajo dashuri nëse është e thatë pa punë, ajo realisht tregon që s'është dashuri. Dashuria e vërtetë është kur ti për hir të Allahut e pastaj për hir të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pajtohesh e idhnohesh. Ofrohesh e distancohesh. Rrin edhe dohesh. Buzqesh edhe mrolesh. Do edhe urren. Çajo është dashuri. Kur dikush ta prek ty Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, I bjen mashtir edhe maran se më ta shononën. Nëse ti thot diçka Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Që aty dësh me kallëzu ti burnin tënde. Sikur që e ka tregu Omeri sa herë që dikush e ka thënë në farfjale në pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka thënë ja Resulullah, po më le ti më shoj ti munafiku t'ja heki kryt këtë. E ti kur dikush para teje e përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me fjalë të ulta adopta, bon Omer. E tregoja ati rrugën. Le ta din që mon pranin tonë dhe ai zguxon me çel gojen, karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me folën e fjalë. Kur ti e sheh dikon që po munohet me shtu diçka në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kallzoja rrugën. Ajo dashuria jotja nuk ban më të leju ty me ja pa ftyrën dikuna që flet keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dikuna që e shtrembron dinin e Allahut azza wa jall. Nëse je ty e adhuru Allahun fuqiplot. Ti dush
këtë me reflektu në veprimet e tua në gjendjen tënde. E jo do më thënë dalimi mes teje dhe ati bidatxhis, ati që shpif për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me qenë kur gjë. Ti pretendon, ai pretendon. Ti kush shkon ai shkon ati. Çka bën ai bën ati. Çfarë dallimi pastaj? Prandaj të thotë kur e lexojmë në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe na gufon zemra me dashuri për pejgamberin ton, atëherë ajo dashuri nuk ban me qenë emocion i cili gufon për një moment edhe mas 5 minuta, mas një ore, apet e shetë të najtë me një bidatxhi. Apet e shetë të dëgju një bidatxhi. Pa ata vesh, goja të cilëve thot se e du Resulullahin, zgudzojnë me dëgju fjallën e ati bidatxhis që e madhërën të lifar njerit të poshtër e tullët. Qësh gudzojnë ata vesh, qësh monën ata vesh me e bajtë. S'ka mundësi me e bajtë ata vesh është. Andaj, mos e rrani vetën e juj. Mos e rrani vetën e juj. Me ja bor rafsh vetës, po në du shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe mu mërzit kur të dëgjoni momentet e vdekjes së tij. A më kallëzoj aty ku është momenti. Abu Bekri kur doli përpara, e kallëzoi momentin. Çajo është realiteti, çajo është vepra. Kur e ndjek sunetin e tij, pse stakona, nashta epshit lyp diçka tjetër me ndjek. Nashta çajo rruga që duhesh ti me ndjek në sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është rrugë e varfris. Mo me shku me ata tjertë e shef, të ngritit statusje, aspekte material përmirësohet, ama ku? Në tradhti. Në tradhti ndaj misionit, në tradhti ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këto momente të përfundimit të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë sprovë për çdo njeri. Prandaj njeri duhet m'ia kujtu vetes vazhdimisht. Edhe jo me apo rrafsh. Xhelozia që kemi për Allahun azza wa jalla, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ajo duhet me reagu në momentin e duhur. Se po mbjen me përsit disa herë. Ama ta dini, domethënë ta keni të qartë se dashnia për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe përqafimi, qëndrimi, dëgjimi i njerëzve të poshtër që shtojnë fenë e Allahut, që shpifin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk përputhen këta. Nuk përputhen këta. Nuk ja vlen me apo çefin filanit e fistekit për çka do qoftë. Sepse e xhelozis duhet më të leju ty, nuk duhet më të leju. Po shiqose, do më thënë, ka nevoj për strategjie, urtësi nuk është me tradhtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po tani po na shohin, po na persekutojnë, po xheneti nuk është i lirë, o vllazni. Nuk është i lirë xheneti ti me fitu të najt në shtëpi, mos më të nguc kërkush hiç, edhe rrogën e mirë, parët mirë, këtë asanat mirë, tani xhenetin. Nuk ka ashtu xhenet, s'u ne fiton ashtu xhenetin, jo. Kur hiç. Më shoj X, do në pejtash, që ashtu xhenetin nuk mundesh me fitu. Xhenetin e fiton veç me sakrificë. Për Allahun dhe pastaj për fenë e tij. Ama, më të dok njëjtë, njeri që flet, do të thënë, pallavra që s'janë të fesë të Allahut azza wa jall, edhe Allahu e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e do, jo. Nuk e do. Se veprat kallëzoj. Andaj, mos ta mashtroj askush veten e tij. Dhe ky është, domethënë, momenti i
Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, që jau shnoshi zemrën sahabëve dhe gjithë ummetit. Dhe ja kemi borxh Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu atë qëndrim të asaj dite. E në anën tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani zgjedhjen e tij në përputhje me atë që kishte në zemër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dëshironte takimin me Allahun azza wa jall. Ka mujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me zgjedh me qëndru në dynja. E na sot kishim mujt me hyr para planit dhe me shku në Arabi Saudite, në Medinë me vizitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjallë. Edhe ndoshta gjendja e islamit të muslimanëve kishte qenë më ndryshe. Allahu alem. Sun po them që s'do të kish pas grupacione, se çata njerëzit e poshtër që i kanë shpik të grupacionet, i kishin shpik aty ku ngjall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aty ku ngjall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishin shpik, se suneti i tij hala është gjallë. Vazhdon suneti i tij. E këta ty u kon suneti i tij, pi shpikin sa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo sa në re, çka që monot dikush me shtin fenton është e refuzuar. Po këta çesin sa në treja. Thot, këta çështoj ishin kon. Edhe ty u kon gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo veç nisani shkon në qartë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejt për drejt në fytyrë kish refuzuar. E tash po del ty çfarë palaço po munot me manipulu me fenë Allahut azza wa jall. Ama alhamdulillah që tekstet vazhdojnë me qenë ulemaja, alhamdulillah. Edhe në bëhet rruga e qartë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani zgjedhjen e tij. Sepse ai e donte Allahun mas shumti se familja e tij, mas shumti se sahabët e tij, mas shumti se gjithë ummeti i tij, mas pari e donte Allahun azza wa jall. E prandaj kur i ardh kjo ofertë, kjo mundësi, apo do me vazhdu në dunja, apo me shku të shoqëruesi i lartë, thonë të Allahumma gfirli belir rafiq al-a'la. Allah falem për du shoqërimin e lartë. Dhe kjo është zgjedhja e tij sallallahu alaihi wasallam. E neve si pasues ti në mbetet me vërtetu emrin pasues. Me vërtetu emrin pasues. Ai që është pasues s'munohet mu bo filozof, po e ndjek rrugën. Çështu ka hes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çashtu ecë aty. Çtu u kthy ngjatë, çatu kthesh aty ngjatë. Jo me filozofu, po kështu se nëse shkojmë te kthesa tjetër më kthy ngjatë na bën më mirë, po jo me kurs bën më mirë. Çatu ku i ka vendos kam të ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çane ka ecë aty. Çatëre që është pasues, ndjekës. E neve Allah azza wa jall na boft për ndjekësve të rrugës së tij. Neve Allahu fuqiploft na bashkoft me pejgamberin ton të dashur sallallahu alaihi wasallam në botën tjetër, për rrugën e të cilit ja kemi thënë besën Allahut azza wa jall që do të sakrifikojmë, dhe për rrugën e të cilit ja kemi thënë besën Allahut azza wa jall që do ta ndjekim, dhe e lutim atë që të na e bëj të qartë këtë rrugë deri në momentet e fundit. E lutim atë që nëse jena diçka gabim të na përmirësoj, e lutim atë që të na udhëzoj pra në rrugën e drejtë dhe të vërtetë, dhe në botën tjetër të na bashkoj me të dashurit tan Muhammedin dhe grupin e tij sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhu, dhe na strehoft në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم واتوب الى